Erdhi ambasadori Amerikan në NATO para një javë në Shqipëri. Dhe në emrin e NATO-s i kërkoi qeverisë shqiptare që vitin që vjen që të bëhet samiti këtu, i kërkoi që Shqipëria të pajiset me sisteme satelitare, i kërkoi kryeministrit të Shqipërisë me sisteme mbrojtje. Shkoi vizitoi aeroportin e Kuçovës, që është një aeroport i NATO-s, kërkoi mbështetje. Pra, Irani na tregoi që ekziston një realitet tjetër dhe në një koalicion ushtarako-ekonomik me Kinën, me Rusinë, me Korenë e Veriut, me vende të cilat janë shumë zhvilluara në kjo pikpamje. Pra realisht, shëve që para një muaj në tha kur ishim në mëngjes presidenti i Azerbajxhanit, Aliyev, dhe ishim rreth 40 veta, ishte dhe Charles Michel, ishte dhe Romano Prodi, ishin se një lider ose tjetë, ju, nuk i tha ju se nuk i bëri agresion, po tha unë jam sulmuar, tha se kam përdorur, tha buxheti kryesor im ka qenë buxheti i sigurisë etj. Po shikoni tha që unë kam pas drejt. Pra, çfarë ka thënë presidenti Trump këto vite që nga 2016? Ju nuk plotësoni 2% e GDP-s për NATO. Tani i thot do të çojmë ato angazhimin që morën vjet që është 5% i GDP-s për NATO. Pra, nuk se po jetojmë një botë që s'është reale, kjo është bota reale. Janë ca të tjerë që nuk janë reale, ata që thonë, jo do bëjmë ushtrinë europiane, po ju e keni ushtrinë, e keni NATO nëse po paguani buxhetet. A di që në Shqipëri, pra këtë Shqipërinë tonë, që ne kemi qenë një vend i militarizuar, s'po flas për vende të tjera të Evropës. Ka që vitin 2008 që rinia nuk bën më shërbim ushtarak. E zëm se bie një fatkeqësi. Mo zjarre, mo përmbytje, mo tërmet, që kemi pasit. Kush reagon? Nga kush i kërkojmë? Pse? Sepse kemi kthyer, duke ne po bëjmë një sjellje si ai e strucit e nderuar. Duke qenë që fusim kokën poshtë, dhe nuk e shohim atë që themi që kjo gjë s'ekziston. Po është filozofike, jo pse nuk e sheti çfarë është shkruar këtu, kjo gjë nuk ekziston. Pra, mundësia për të pasur një luftë reale na u tregua në këto ditë luftë. Dhe na u tregua që edhe një fuqi si Irani, që nuk është as Kina as Rusia, mund na bëjë të flasim me vete dhe duhet që të jemi të qartë dhe të sofistikuar për atë çka i përket të përgatitur për çështjet e sigurisë. Nëse duam që ne të kemi një detant, nëse duhet që ne të kemi një doktrinë për të shtesur përpara që të lëmë shoqëritë zhvilluara, fëmijët, familjet zhvilluara etj, duhet të jemi të mbrojtur. Duhet të kemi siguri. Dhe këtë duhet ta ketë gjithë Perëndimi. Nuk e shohim më shumë Iranin si kërcënim, sesa si realitet, se si është pjesa tjetër e botës. Jo, dakord, kjo pjesa që ngritet ti, ka të drejtë Trump, por nga ana tjetër edhe Merz ka të drejtë kur kritikon qasjen e Trumpit në raport me frikën e unitetit të Perëndimit. Nuk është pa gjë reagimi dhe uniteti Perëndimit si u prish. Uniteti Perëndimit ka filluar të prishet që në 2016, kur Trump thoshte plotësoni 2% e GDP-s, dhe kush nuk e plotëson 2% e GDP-s. Kjo pra Gjermania, ishte edhe ekonomia më e fortë e Evropës. Tani Gjermania e ka kuptuar që dhe tani ka filluar një program, por ky programi që ka filluar tani do një 10 vjet. Atë kujtohet që presidenti Trump tha më duhen anije, tha për çminimin, tha për sigurinë e kanalit të Hormuzit etj. Çfarë tha Gjermania? S'kam, unë kaq korveta kam. Pra, ka një fillim kjo gjë dhe ka një shpjegim që të ketë një fund. Pra, nëse kemi mbërritur këtu, faj nuk është vetëm një spal. Ku gabon Trump? Tek mënyra se si flet. Por thelbin e gjës, ai ka drejt. Në thelbin e gjës ai ka drejt. Ku e kemi, pra, mbrojtja ajrore e Evropës, gjova dhe ja 2 rrusha këtu në Shqipëri që thonë, jo, po të nisen raketat atje, s'na bëjnë asgjë se ka mbrojtja ajrore. Ku ka mbrojtja ajrore të Evropës? S'kishte mbrojtja ajrore të Izraelit e të Arabisë Saudite. Beso Izraeli dhe Arabia Saudite kanë harxuar shumë para për raketa dhe për mbrojtja ajrore. Ta s'ka paguar as rrogat as sigurimet shoqërore të një pjesë. Mirë se mbrojtja ajrore e NATO si rrëzoi raketat që u ngritisën nëpër Turqi. I rrëzoi mbrojtja ajrore e Turqisë. Edhe thanë NATO se Turqia është vend i kështu është raportuar, po nuk. Po tash i rrëzoi mbrojtja ajrore ne pam. Izraeli është vendi me mbrojtje ajrore më të zhvilluar. Izraeli është një vend që harxhon shumë para. Izraeli sot e nderuar. Po dojë të sulmoj një vend të BE-s, është në gjendje të rras 500.000 rezervistë brenda 3 ditësh. Cili vend evropian është në gjendje ta bëjë?
S'ka funksionuar pra. Pra, ne kemi një BE i cila është pjesë e sistemit sigurisë perëndimit, e cila përveç që ka bërë biznes me kinë, me ndim, me kë ka mundur etj, nuk e ka vënë ujin zjarr nga kjo. Tani ka filluar të vënë ujin zjarr. A do thosh është përgjegjësia e Mercit? Jo, sepse Merci nuk ka qenë politik, nuk ka qenë kryeminist, ka qenë ca tjerë përpara. Por Gjermania është qartësisht, dhe jo vetëm Gjermania, nga ata antarë të rëndësishëm të NATO-s që për shumë vite me vetdije nuk e ka plotësuar 2% e GDP-s, që është kusht për ekzistencën.